Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Silmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Rezoluta për murin nuk përcakton se kush dhe cilin mur duhet rënuar. Betohet Ladrovci bëri homazhe dhe vizitoi familjarët e dëshmorëve. 28 milion euro më pak të hyra nga politikat fiskale dhe zbatimi më sas. Transformimi i FSK-s objektivi dështuar i Haki Demollit për vitin 2016. Kuvendi i Kosovës me 74 vota pro, asnjë kundër dhe 2 abstenime ka miratuar propozim rezolutën për murin e ndërtuar në veri të vendit. Por pavarësisht kësaj, deputetët e opozitës edhe njëherë kërkuan ndërheqjen e ministres për dialog Edita Tahiri. Me 74 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës miratoi propozim rezolutën lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga kjo projekt rezolut me dakordim të gjitha grupeve parlamentare të LDK-s, PDK-s, Nismas dhe Vetëvendosjes, janë hequr 2 kërkesa që janë paraqitur javën e kaluar e që ishin kërkesa që kryeministri të bëjë shkarkimin e menjëhershëm të Edita Tahirit dhe që negociatat me Serbinë të ndërpriten. Pa Leka, i cili paraqiti rezolutën e propozuar, tha se ky vendim u mor duke parë që 2 partitë në pushtet nuk ishin dakord dhe ishte insistimi i partive opozitare që muri të prishet dhe të mos betonizohet ndarja e Mitrovicës. Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Enën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e LDK-s Sabri Hamiti, duke komentuar rezolutën e grupeve parlamentare për murin në Mitrovicë, ka thënë se pika 1 dhe 4 nuk marrin përgjegjësi se kush duhet ta rënojë murin dhe kush duhet të kujdeset për t'i kthyer të zhvendosurit. Se është një fat ngatrimi i çuditshëm të formulim. Nuk mund të thuhet të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh brenda muajit janar të vitit, sepse muri nuk vetë rënohet. Ndërkaq deputeti Recep Selimi tha se duhet të caktohet subjekti se kush do ta rënojë murin dhe cilin mur, pasi që ka shumë mure ilegale në veri. Deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu tha se është dashur që të merren më seriozisht me veriun e vendit. Prandaj kam menduar që vërtet si kuvend do merremi më seriozisht se përket aspektit të veriut, jo vetëm me murin, sepse ai mur asgjë dash të jetë tem, sepse është ndërtuar nga strukturat kriminale dhe të kontrabandës atje dhe është dashur të rënohet. Daut Haradina, deputeti i AK-s, paraqiti disa materiale të komunikimit të ministres Edita Tahiri, drejtuar kryeministrit Isa Mustafa, nga i cili kërkonte të ndalej presioni për rrëzimin e murit. Përfundimisht, kjo ministre, unë mendoj që po të kishte qeveri normale në Kosovë, ajo sot është dashur me shku në shtëpi e nesër më përgjigj para ligjit. Sepse kjo në fundit është e kundërlidhshme. Edhe zoti kryetar, komedi lëng këto transkripte, shpresoj që kryeministri sa. E di që ka pas takim, u kon kryetari i komunës, u kon zoti Çitaku, sekretar permanent, kryetari i Veriut dhe Jugut, ministresha ka pas përfaqësues Brukselit, përfaqësues të ambasadës amerikane. Ezafir Berisha nga Nisma për Kosovën tha se duhet të rikthehet pika e rezolutës ku kërkohet dorëheqja e ministres Edita Tahiri. Nga ajo që tha veçanërisht zoti Daut Haradinaj, rikthehet pika parë e rezolutës për dorëheqjen e ministres Tahiri. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se muri në afërsi të urës së Ibrit në veri të Mitrovicës është pjesë e projektit për rivitalizimin e urës dhe do të lidhë unazën e asaj rruge me zonën e këmbësorëve. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është miratuar ligji për faljen e borxheve. Ky ligj ka qenë në fuqi nga shtatori i vitit 2015 deri në shtator të këtij viti.
Më vonë, Ministria e Financave kishte propozuar që të shtyhet afati për shlyerjen e borxheve. Sipas ligjit, për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, kanë mundur të përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, ka vlerësuar të paarsyeshme kërkesën e qeverisë për dhënien e dividendës nga ana e Telekomit të Kosovës. Ai ka demantuar lajmin se Telekomi nuk ka dhënë dividend vitin e kaluar. Drejtori menaxhues i Valës, Mustafa, ka paralajmëruar për herë të parë në emisionin Fakt Plus se janë duke u përgatitur që të apelojnë vendimin e fundit të arbitrazhit. Në këtë intervistë ai ka folur edhe për kritikat e ministres Bajrami, por edhe zhvillime tjera të Telekomit të Kosovës. Drejtori i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, në Tribuna Channel tha se bordi drejtorëve të PTK-s ka marrë vendim që gjoba prej 30 milion eurove që është shqiptuar Telekomit të Kosovës nga Tribunali i Arbitrazhit në Londër nuk do të paguhet, por do të ankimohet. Drejtori menaxhues i Valës, Mustafa, ka paralajmëruar për herë të parë në emisionin Fakt Plus se janë duke u përgatitur që të apelojnë vendimin e fundit të arbitrazhit. Sipas gjitha gjasave, vendimi do të apelohet. Është në qendrim i përbashkët i bordit të drejtorëve, ai vendim do të apelohet. Tani janë ekspert ligjor ku janë duke draftu strategjinë dhe duke u marrë me këtë problematik me një intensitet jashtëzakonisht të madh për shkak të limiteve kohore të cilat nuk janë të favorshme shumë. Mustafa thot se nuk kanë obligim dhënien e dividendës për qeverinë. Drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, e ka vlerësuar të paarsyeshme kërkesën e qeverisë për dhënien e dividendës nga ana e Telekomit të Kosovës. Ai ka demantuar lajmin se Telekomi i Kosovës nuk ka dhënë dividend vitin e kaluar, ndërsa ka shtuar se nuk mund të deklarosh dhe të japësh dividende për sa kohë që nuk janë realizuar fitime në kompani. Thot dikush që menaxhmenti apo bordi i drejtorëve nuk do të paguajë dividend, është diçka shumë jo reale për shkak se gjithë ne kemi gatishmërinë e plot, jemi shumë të përkushtuar dhe me shumë qef dëshirë kishëm me ndonë një pjesë të fitimit për me pagu në emër të dividendës tek aksionari. Mirë, por rezultatet financiare e pamundsojnë një gjatë të tillë. Gjithashtu, drejtori menaxhues i Valës, Mustafa, e ka quajtur të paarsyeshme kërkesën e ministres Bajrami për dorëheqje. Ministria Bajrami sipas tij kërkon llogari për bordin menaxhues për vendimin e fundit të arbitrazhit, përkundërse ky vendim ka të bëjë me periudhën kur unë kam qenë pjesë e Telekomit. Ai deklaroi se mban përgjegjësi vetëm nga koha kur ka shkuar aty dhe jo për periudhat e mëhershme. Viti 2016 ka shënuar rekord për doganën e Kosovës me të hyra për buxhetin e shtetit prej 1 miliard e 40 milion euro. Megjithatë, në konferencën përmbyllëse të doganës së Kosovës për këtë vit, u tha se janë rreth 50 milion euro më pak për shkak të politikave fiskale dhe MSA-s. Dogana e Kosovës në vitin 2016 ka shënuar një rekord në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e shtetit. Ajo ka mbledhur jo më pak se 1 miliard e 40 milion euro, derisa në krahasim me vitin e kaluar, ka kaluar mbi 99 milion euro më shumë të hyra apo rreth 10%. Kjo gjë u bë e ditur në konferencën përmbyllëse të doganës për vitin 2016. Ministri i Financave Abdullah Hoti tha se 3 ditë para përfundimit të vitit, dogana ka tejkaluar projeksionin. Pavarësisht se ky parashikimi i hyrave për doganën është rritur në rastin e shikimit të buxhetit në mes të vitit. Dhe pavarësisht prej faktit që ne kemi pas si rezultati pakos fiskale, kemi pas minus 23 milion lirime të ndryshme të lëndët para makinerive produse të tjerave, edhe kemi pas minus 25 milion euro si rezultati i zbatimit të MSA-s nga data 1 prill e këtij viti. Pra në total kemi 48 milion euro më pak për shkak të politikave fiskale dhe të MSA-s. Hoti ka folur edhe për konkursin për drejtor të doganës, i cili tha se kjo është bërë edhe krahas kërkesave të ambasadës së Britanisë së Madhe në Prishtinë.
Ndërsa ushtruesi i drejtorit të doganës Fari Gashi, duke prezantuar raportin vjetor për vitin 2016 për të hyrat, foli edhe për thjeshtësimin e procedurave të zhdoganimit, ku janë zhdoganuar mbi 200.000 lëndë. Ai ka folur edhe për parandalimin e kontrabandës me mallra dhe për vitin 2017, tha se objektiv kryesore mbetet bashkimi i doganës me administratën tatimore të Kosovës. Antikontrabanda e doganës gjatë vitit ka ndërmarrë 243 aksione dhe janë zbuluar 162 raste të kontrabandës, duke përfshirë derivatet, cigaret, aparatet lojra të fatit, malla ushqimore, tekstil e tjera. Një statistik tjetër është sa i përket numrit të ankesave. Dogana e Kosovës me vazhdimsi ka tendencë që numri i ankesave ndaj veprimeve të doganës të jetë në ulje, ku gjatë 3 viteve të fundit e vrejmë se kemi një ulje të vazhdueshme. Gjërsa këtë vitin 2016 kemi numrin prej 1050 ankesave. Në raport thuhet se janë ngritur 80 kallëzime penale kundër 164 personave për shmangje mbi 2.5 milion euro. Po ashtu janë zbuluar 46 raste të ndryshme me 350 kg lëndë narkotike. Kurse nga hetimet e përbashkëta me Departamentin e Krimeve të Policisë së Kosovës, kundër krimit të organizuar janë shpërbërë 3 grupe të krimit të organizuar me rreth 70 persona. Komisioni Evropian ka ndarë mbi 70 milion euro për të mbështetur Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kjo ka ndodhur sot pasi ky fundit ka miratuar programin për vitin 2016 për Kosovën, ndërsa në kuadër të këtij programi do të përfshihen sektor të ndryshëm. Komisioni Evropian ka miratuar programin për vitin 2016 për Kosovën, ku edhe ka ndarë 70.5 milion euro për të mbështetur rrugën evropiane të Kosovës. Në kuadër të këtij programi do të mbështeten demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore, konkurenca dhe inovacioni, arsimi, punësimi dhe politikat sociale. BE-ja është partneri, investitori dhe donatori kryesor i Kosovës dhe kjo ndihmë e re rikonfirmon angazhimin e BE-s ndaj rrugës evropiane të Kosovës, ka thënë shefja e zyrës së BE-s Natalia Apostolova. Ajo ka thënë se ndihma e BE-s ka krijuar qindra vende pune në Kosovë dhe ka përmirësuar cilësinë e jetesës së qytetarëve të Kosovës dhe kjo në shumë fusha, duke përfshirë zhvillimin, infrastrukturën, mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mëdha, mbështetjen për prodhimet bujqësore, sundimin e ligjit, të drejtat e njerëzit dhe të tjera. Sipas një komunikati të zyrës së BE-s, qëllimi kryesor i veprimit në kuadër të demokracisë dhe qeverisjes është mbështetja e mëtejshme e integrimit të Kosovës në ekonominë globale. E përveç mbështetjes së zbatimit të MSA-s, ndihma financiare për vitin 2016 po ashtu synon të ndihmojnë në zbatimin e agjendës për reformën evropiane. Veprimi në sektorin e arsimit, punësimit dhe politikave sociale synon të përmirësojë regjistrimin dhe përfshirjen e fëmijëve në edukimin shkollor dhe të përmirësojë cilësinë e edukimit parashkollor. Kjo ndihmë është pjesë e kontributit financiar të BE-s me vlerë prej 645 milion euro, i cili është dhënë Kosovës gjatë periudhës për vitin 2014-2020. Kosova përfiton edhe nga asistenca e BE-s në kuadër të programit shtetëror IPA-2, duke siguruar mbështetje financiare në një shkallë rajonale. Ministri i FSK-s Haki Demolli në konferencën përmbyllëse për vitin 2016 ka deklaruar se objektiv kryesore e kësaj ministrie ka qenë transformimi i FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës. Demolli ka folur edhe për bashkëpunimin e FSK-s me NATO-n dhe KFOR-in. Objektiv kryesore dhe strategjike e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës për vitin 2016 ka qenë transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës. Kështu ka deklaruar ministri i FSK-s Haki Demolli në konferencën përmbyllëse për këtë vit. Demolli bëri të ditur se Ministria e Forcës së Kosovës ka punuar në 2 drejtime për arritjen e kësaj objektive. Sa i përket aktiviteteve në rrafshin e parë, ju tani më dini se ne si ministri, qysh vitin e kaluar, i kemi përgatitur amandamentet kushtetuese me të cilat krijohet baza për procesin e transformimit të FSK-s në forcë armatosur të Kosovës, dhe të cilat amandamente ja kemi procedu qeverisë, e qeveria i ka dorëzuar në kuvend, kështu që faktikisht ato amandamente janë në kuvend dhe vetëm presin aprovimin nga kuvendi, kuptohet kur krijohen rrethonat përkatëse.
Ministri Demolli gjithashtu ka përmendur edhe bashkëpunimet me NATO-n dhe me KFOR-in, ku sipas tij është bërë një bashkëpunim intensiv profesional me ekipin këshillues të NATO-s, kurse për bashkëpunimin me KFOR-in tha se në zbatimin e projektit janë të interesuar të përfitojnë mjediset multietnike. Ndonë se sipas një vlerësimi të përgjithshëm, Republika e Kosovës nuk ka marrëdhënie me NATO-n, prapë se prapë mund të flitet për marrëdhënie teknike ndërmjet NATO-s dhe Ministrisë së FSK-s. Më konkretisht, Ministria FSK-s ka një bashkëpunim intensiv, profesional me NALT-in, që është një ekip këshillues i NATO-s, i cili në gusht e këtij viti është fuzionuar nga dy ekipet e mëparshme të NATO-s, ato kanë qenë NATO dhe ENLAT. Haki Demolli gjithashtu ka folur edhe për sukseset e vitit 2016, të cilat kanë qenë regjistrimi i kadetëve në Akademinë Ushtarake West Point dhe po ashtu diplomimi i 4 kadetëve nga komunitetet pakis, 2 prej të cilëve janë serb. Ai gjithashtu ka treguar edhe për një ndër ushtrimet më të suksesshme ushtarake, Shqiponia 5, që përveç pjesëtarëve të FSK-s kanë marrë pjesë edhe ushtar amerikan dhe ushtar të KFOR-it. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin për kategorizimin e veteranëve të luftës së UÇK-s, me qëllim të pagesës së pensioneve sipas kontributit të tyre në luftë. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar u miratua dhe vazhdimi i mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen, verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjesëmarrësit apo të internuarit të UÇK-s. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar është miratuar projekt ligji për kategorizimin e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sipas ministrit të punës dhe mirëqenjes sociale Arban Abrashi, ky projekt ligj ka për qëllim kategorizimin e pensioneve të ish luftëtarëve. Ai po ashtu ka sqaruar se si do të bëhet kategorizimi i pensioneve për veteranët e UÇK-s. Kategoria e parë, veterani luftëtar i UÇK-s, i mobilizuar në luftë nga viti 1991 deri më 5 mars 1998 dhe ka qenë aktiv deri në ditën e përfundimit të luftës. Kategoria e dytë, veterani luftëtar i UÇK-s, i mobilizuar në luftë pas datës 5 mars 1998 dhe ka qenë aktiv deri në ditën e përfundimit të luftës. Dhe kategoria e tretë, veterani luftëtar i UÇK-s, i mobilizuar në luftë pas datës 31 mars 1999 dhe ka qenë aktiv deri në ditën e përfundimit të luftës. Abrashi tregoi edhe për shumën e pagesave që i ka parapar projekt ligji, derisa shtoi se shuma e përgjithshme e buxhetit për këtë pagesë nuk mund të kalojë 0.7% të bruto prodhimit vendor apo GDP-s. Kategoria e parë 250 euro, kategoria e dytë 170 euro, kategoria e tretë 120 euro. Buxheti i përgjithshëm për realizimin e pagesës së pensionit veteranit luftëtar të UÇK-s nuk mund të kalojë 0.7% të bruto prodhimit vendor në vit. Mirë po kryeministri kërkoi shpjegime shtesë për shumën e buxhetit që është parapar me këtë projekt ligj nga ministri Abrashi. Kjo është marrëveshja me veteranët sepse nëse atyre ju takon 0.7% GDP-s. Do të mund t'ju themi se si ja japim këto mjete, sepse as mjete janë të ndarë për ta. Ai po ashtu kërkoi sqarim sa i përket kategorisë së tretë të pagesës për veteran, e ku e vërejti një gabim i cili doli të jetë teknik, për çka dhe shkua në një pauzë të shkurtër. Që mos kemi aty dallime sepse në një vend thuhet që ka 120 euro kategoria e tretë, pastaj thuhet 110. Ministri Abrashi sqaroi gabimin që e kishin lëshuar gjatë hartimit, duke thënë se është punuar deri vonë në këtë dokument. Vetëm lartësia e pensionit për 110 euro pra kategoria e tretë e para 120 fani apo si parapat në kategorinë e tretë do t'i nënshtrohet vlerësimit. Ndërkohë në fillim të mbledhjes së qeverisë, kryeministri Mustafa atenoi deklarimin e deputetit të LVV-s Ismail Kurteshi, i cili e ka fyer ministren e drejtësisë Dhurata Hoxha. Unë konsideroj se fjalori përdorur nga zoti Kurteshi ndaj ministres Dhurata Hoxha është i papranueshëm, është i pamoralshëm dhe është një ofendim për gjitha gratë e Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë u miratua dhe vazhdimi i mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen, verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjesëmarrësit apo të internuarit të UÇK-s, të cilit ju dha mandati deri më 20 janar 2017. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë të shtetit turk. Ai pas që ka vlerësuar raportin me këtë shtet ka shprehur edhe gatishmërinë për thellim të bashkëpunimit ndërshtetëror.
Thaçi ka thënë se çdo kush që është terrorist në Turqi, është terrorist edhe në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar sot vizitën zyrtare në Turqi, duke vënë kurora lulesh në Mozoleun e Ataturkut në Ankara, ku u nënshkrua në librin e kujtimeve. Ai ka zhvilluar takime të ndara me kryetarin e parlamentit turk Ismail Kahraman dhe kryeministrin Binali Yildirim. Me kryeparlamentarin Kahraman, presidenti Thaçi ka biseduar për marrëdhëniet e mira mes Kosovës dhe Turqisë dhe për mundësinë e bashkëpunimit ndërparlamentar. Presidenti Thaçi shprehur se Kosova është mirënjohës që Turqia ka qenë ndër vendet e para që kanë njohur Kosovën, që në ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë, si dhe për përkrahjen e vazhdueshme për sigurimin e njohjeve të reja dhe antarësimin e organizatat ndërkombëtare. Ndërsa kryeparlamentari i Turqisë ka thënë se Turqia është dhe do të mbetet mike e Kosovës dhe shtoi se të dy vendet duhet të rrisin bashkëpunimin parlamentar. Në fund të vizitës në Parlamentin e Republikës së Turqisë, presidenti Thaçi vendosi lule në pjesën e parlamentit të goditur nga predhat në tërmetin e Grusht-shtetit të datës 15 korrik të vitit 2016. Edhe në takimin me kryeministrin Binali Yildirim, ai ka diskutuar për mundësitë e themelimit të bashkëpunimit ndërshtetëror. Ndërkaq kryeministri Yildirim citohet të ketë thënë se Turqia do të vazhdojë të promovojë Kosovën në botë. Njëherësh thuhet se ai ka siguruar presidentin Thaçi se do të punojë në drejtim të thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në të gjitha fushat. Presidenti Thaçi shpreh falënderimet për përkrahjen e vazhdueshme dhe ftoi që bashkëpunimi mes dy shteteve të intensifikohet, veçanërisht në sektorin e ekonomisë. Investitorët nga Turqia janë ndër më të rëndësishmet, ka thënë presidenti Thaçi. I pari vendit po ashtu theksoi se të dy vendet, Kosova dhe Turqia, ballafaqohen me kërcënimin e radikalizmit dhe terrorizmit dhe tha se mekanizmat e sigurisë të dy vendeve kanë bashkëpunim të shkëlqyer. Prandaj çdo kush që është terrorist në Turqi është terrorist edhe në Kosovë, përfundon presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Si shenjë proteste për fyerjet që janë bërë ministres së drejtësisë Durata Hoxha, gratë deputetet të Partisë Demokratike të Kosovës kanë lëshuar seancën e kuvendit. Gjuha përdorur është cilësuar si e papranueshme, ofenduese dhe se kjo gjuhë po instalohet në skenën politike. Gratë deputetet të Partisë Demokratike të Kosovës kanë lëshuar seancën e kuvendit si shenjë proteste për fyerjet që janë bërë ministrës së drejtësisë Durata Hoxha nga antari i vetëvendosjes Sami Kurteshi. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Zenun Pajaziti tha se është shqetësuese largimi grave për shkak të deklaratave fyese që dalin nga politikanët e që po instalohen në skenën politike. Ajo që është shqetësuese këtu është largimi i grave ose disa prej tyre për shkak deklaratave të tilla fyse që dalin nga politikanë në Kosovë. Unë solidarizohem dhe është shqetësim i shumicës, besoj duhet të këto një herë mirë të ndalen, është një diçka që po instalohet keq në skenën tonë politike. Edhe deputetja e PDK-s Selvia Halimi ka reaguar lidhur me ofendimin që Sami Kurteshi nga vetëvendosje ja ka bërë ministrës Durata Hoxha. Më befason, skajshmërisht më befason rasti, kur njerëzit të cilët burojnë nga familjet adhetare, kur njerëzit të cilët kanë sakrifikuar shumë për Kosovën, kur njerëzit kanë bartur përgjegjësi shumë të larta në drejtim të mbrojtjes të drejtave dhe lirive të njerëzit, në drejtim të promovimit të vlerave njerëzore dhe barazisë gjinore, vazhdojnë që nga dita e pardjeshme, dje dhe sot, të mos kursehen me në fjalor të papranueshëm ndaj pozicionit të ministrës së drejtësisë në Kosovë. E në lidhje me këtë reagoi edhe deputetja Vjosa Osmani. Ajo tha se një gjuhë e tillë është e papranueshme. Dua të them që njëjtë siç ka qenë e papranueshme edhe gjuha që është përdorur kundër grave të shoqërisë civile, njëjtë siç ka qenë e papranueshme edhe gjuha që është përdorur kundrejt kolegeve të mia në LDK shumë shpesh, kundrejt Vlora Qitakut, kundër Donika Kadajt, kundër Albulena Haxhiut e shumë kolegeve të tjera në këtë kuvend që janë ballafaquar me ofendime të natyrave të ndryshme. Njëjtë është e papranueshme edhe gjuha që është përdorur ndaj zonjës Durata Hoxha. Sipas deputetëve në fjalë, gjuha e tillë duhet të dënohet nga të gjithë dhe mos të bëhet model i politikbërjes. Ramiz Ladrovci sot zyrtarisht ka marrë detyrën e të parit të Drenasit. Ai ka bërë betimin në kuvendin komunal të Drenasit në mesin e deputetëve dhe kundër kandidatëve të tij që i kishte për këtë post.
Ladrovci ka vazhduar pjesën tjetër të ditës me vizita në kompleksin memorial në Prekaz e Likoshan, si dhe ka takuar familjar të dëshmorëve të kësaj komune. Ramiz Ladrovci ka bërë sot betimin solemn për detyrën e të parit të Drenasit. Betimin e bëri në praninë e antarëve të kuvendit, shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s, qytetarëve dhe madje kundër kandidatëve të tij në një seancë solemne të thirrur nga kuvendi i komunës. Zëtohem se do të realizoj premtimet e dhëna gjatë fushatës, se pari duke finalizuar projektet e filluara dhe zbatimin e prioriteteve të votuara këtu. Ladrovci është zotuar se që nga dita e parë ai do të nisë punën për t'i përmbushur premtimet e dhëna para qytetarëve gjatë fushatës zgjedhore. Që nga dita e parë do të filloj të realizoj projektet e komunës, por edhe projektet e miratuara nga niveli qendror që të i kalojnë optimizmin tim të deklaruar në fushatë. Pas urimeve që ka marrë, Ladrovci i ka mirëpritur në një koktej rasti të gjithë ata që ishin pjesë e festës së tij. Ladrovci ka vazhduar ditën e zyrtarizimit të tij si kryetare me homazhe në kompleksin memorial të jasharajve në Prekaz. Bashkë me bashkëshortën e tij, ai ka vënë kurora lulesh tek varri i Adem e Hamz Jasharit. Ekonaku i jasharajve pas një kohe të gjatë ka mirëpritur një antar të Partisë Demokratike të Kosovës. Bekim Jashari dhe familja e tij e kanë pritur në takim Ladrovcin, ani pse dyert u mbyllën për media. Ladrovci ka thënë se e ka ndjerë për obligim që ditën e parë të kujtoj sakrificën e jashareve dhe se kjo do t'jetë një kujtesë për çdo ditë të punës së tij. Madje ai ka thënë se ka marrë këshilla për punën e tij nga djali i Hamzës, Bekim Jashari. Sot isha për të kujtu sakrificën e madhe të familjes Jashari, sakrificë e cila për çdo ditë kam përcjell në punën tem. Kam e kujtu sakrificën punën tem, punën e mirë që të ta bëjmë për qytetarin. Bekimi më këshilloi se si të punoj në të ardhmen, i kujtoj disa veprat mira dhe më tha që duhet punojsh për vendin, për qytetarin. Gjatë ditës, Ladrovci ka vizituar edhe Likoshanin, ndërsa që ka pritur në takim në zyren tashmë të tij familjet e dëshmorëve të kësaj komune. Shoqata humanitare Ndihma dhe Ti me disa dhurata për festën e fundvitit ka gëzuar fëmijë të shtrirë në spitalin e pediatrisë. Drejtori i kësaj klinike, Muharrem Avdiu, ka falendëruar donatorët që për herë janë vullnetmirë, duke gëzuar fëmijët që trajtohen në këtë klinikë. Në vazhden e aktiviteteve të fundvitit, shoqata humanitare Ndihma dhe Ti ka gëzuar fëmijët e shtrirë në spitalin e pediatrisë. Këtu dhurata përveç disa produkteve ushqimore kanë përmbajtur edhe lodra për fëmijë dhe gjësende higjienike. Edona Podvorica, antare e kësaj shoqate, tha se qëllimi ka qenë t'i gëzojnë fëmijët në prag të festës së vitit të ri. Këtë vit ka ndërmarrë shumë aktivitete humanitare dhe fund vitin kemi dashur me përmbyll me fëmijët, me më të dashurit tanë dhe jemi fokusuar te klinika pediatrisë dhe tek disa lagje tjera në Prishtinë ku ka familje që janë përfshira në listën e asistencës sociale. Ndërsa drejtori i klinikës pediatrike ka falendëruar këto donacione bamirësie, duke thënë se fëmijët që në këtë repart kanë specifika të veçanta, kanë ndihmuar të kalojnë festën me gëzim. Këtë vit kemi pas mjaft, po gëzohen fëmijët. Fëmijët e këtij reparti kanë specifikat e veçanta, janë fëmijë që rrinë në spital pak. Pa një zemër të madhe nuk mundesh me sjell diçka për fëmijën e smut ose për spitalin. Shoqata humanitare Ndihma dhe Ti, shoqatë që me ndihmat e tyre kanë arritur të ndihmojnë shumë familje në nevojë. Edhe kompania Barnave Komod ka gëzuar fëmijët e klinikës së pediatrisë. Në një prej reparteve të kësaj klinike, sot kjo kompani e Barnave shpërndau dhurata për fëmijë të shtrirë, me qëllim që ata të ndihen të gëzuar, ndonse gjatë festës do të qëndrojnë në spital. Kompania e Barnave Komod ka gëzuar fëmijët të cilët po trajtohen në repartin e gastroenterologjisë në klinikën e pediatrisë. Këta fëmijë të cilët do të qëndrojnë edhe gjatë festës së vitit të ri për shkak të trajtimit të tyre, kjo kompani ka vizituar duke i dhuruar nga një dhuratë
Lumnie Drenov si tha se kompania ku punon është munduar që t'i bëjë të lumtur fëmijët me disa dhurata, të cilët gjatë festës do të qëndrojnë në spital. Sot kemi bërë shpërndarjen e dhuratave për matë veçlit, mu mundu që këta me uni sa ma mirë, pasi që kanë mi kalu festat larkë familjeve tyne, jena mundu mi u përgadit nga një dhurat ushqimore dhe disa lodra, që me qenë këta sa ma të lumë tonë. Komoti do të vazhdoj me aktivitete bamirësie edhe në vitet e tjera. Komoti gjithmonë të më thone ka është, bamirësia është pjesë e komotit, jemi mundu edhe vitet e kalune, besoj që edhe vitet në vazhdim kemi me qenë ma afer fëmijëve dhe gjitha tyne që ka nevojë. Fëmijët ju gëzuan këtyre dhuratave dhe nuk hezituan të hapnin ato për t'i parë se çfarë kanë brenda. Në vazhdim ju njohje me lajmet ndërkombëtare. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij egjiptian Abdel Fattah al-Sisi kanë diskutuar atë që Kremlini thotë se janë planet për vazhdimin e fluturimeve të rregullta në mes të Moskës dhe Kairos në të ardhmen e afërt. Rusia ka pezulluar të gjitha fluturimet drejt Egjiptit për arsye sigurie pasi një aeroplan rus ka shpërthyer mbi Gadishullin Sinai me 31 tetor të vitit 2015, duke vrarë 224 persona që kanë qenë në bord. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për vendosjen e bombës në bordin e aeroplanit që barte turistët rus nga Shën Petersburgu në resorin egjiptian Sharm el Sheikh. Pezullimi i fluturimeve ka qenë goditje e rëndë për ekonominë e Egjiptit, e cila mbështetet shumë nga turizmi. Mbi 30% e turistëve që kanë vizituar Egjiptin gjatë viteve të fundit para rastit të sipërpërmendur kanë qenë nga Rusia. Deklarata e Kremlinit e publikuar sot nuk ka thënë saktë se kur do të vazhdojnë fluturimet, mirë po ditë më parë ministri rus i transportit ka thënë se fluturimet mund të vazhdojnë në janar të vitit 2017. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Para se të ndahemi, ju njoftojmë se nga ora 20:45 në emisionin politik, se i ditë miri ka të ftuar ministrin e arsimit Arsim Bajrami për të diskutuar rreth këtij digasteri dhe zhvillimeve të tjera politike në vend. Për më shumë informacione vizitojeni webpaqen gazeta tribuna.com. Ju falenderit për vëmendje, natën e mirë.